A e dini që disa ushqime të zakonshme mund të jenë të rrezikshëm për fëmijë në 1 vjeç? Ja 7 ushqime që nuk duhet kur t'ja japësh një bebeje nën 12 muajsh. Numri 6 do të befasoj. 1. Mjalti. Edhe pse i natyrshëm, mjalti mund të shkaktoj botulizëm, një sëmundje serioze që ndikon në sistemin nervor të foshnjës. Mos e përdor as në ushqime të gatuara. 2. Qumshti i lopës i papërpunuar. Fëmijët nuk e tret siç duhet dhe nuk i merr lëndët ushqyese që i nevojita. Përdor vetëm qumësht gjiri ose formulë të përshtatshme. 3. Para dhe bajame të plota. Janë rrezik i madh mbytje. Edhe nëse janë të shëndetshme, duhet të jepen vetëm të bluara mirë ose në formë gjalpi pas moshës 1 vjeç. 4. Sheqeri i shtuar. Ushqimet me sheqer krijojnë varësi ndaj shijes së ëmbël. Foshnjët nuk kanë nevojë për ëmbëlsira. 5. Kripa, veshkat e tyre janë ende të papjekura. Shumë krip mund të jetë e dëmshme. Mos i shto krip ushqimit të bebes. 6. Të bardhat e vezës të pasjera. Ka rrezik për salmonelë. Përdori vezët vetëm të gatuara mirë dhe më mirë fillo vetëm me të verdha. 7. Ushqimet e forta ose ngjitse, si kokoshka, rushi i thatë, karamele, janë shkaktari më i zakonshëm i mbytjes tek bebet. Edhe nëse të duken të padëmshme, janë shumë të rrezikshme. Të ushqesh një fëmijë është përgjegjësi e madhe. Mos e rreziko me ushqimet që trupi i tij i vogël nuk është gati t'i përballojë. Ndaje këtë video me prindër të tjerë. Ndoshta i shpëton jetën të dikujt.